Arrestohen 4 agentë serbë në Kosovë, jashtë faruzet në vetur. Operacion special në Gjakov dhe Prizren, 16 persona ndalohen, 4 prej tyre oficer të shërbimeve sekrete të shërbisë. Grupi i parë kapet në Gjakov, në makinë uzetën hartat të Kosovës, fotografi të terroristëve të Banskës, thika, sopata dhe pajisje të dyshimtar. Dyshohet për spionazh dhe përgatitje për akte destabilizuese, dëshmim dhe lidhje me inteligjencën ushtarake serbe dhe grupin terrorist të Banskës. Ndërsa grupi i dytë me 12 persona kapet në Prizren. Shihen në seminaret ortodoks të Bogoslavisë mes tyre dhe 2 oficerë të tjerë serbë. Njëri ka lidhje familjare me terroristin Gandi të Banskës, tjetri ish bashkëpunëtori i generalit serb si rrjedhë informata të NATO-s. Përdorimi i institucioneve fetare për mbolim tentativë për tencion direknik. Organi i sigurisë Bezjerjenës maksimale qytetarët e raportojnë çdo lëvizje të dyshim. Lajmi me ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme Xela Esfesla përmes një postimi në Facebook.